monedhat elektronike janë njësi monetare sot. Të më thonë, e kanë vlerën e vetë në treg, edhe shitet me to, edhe blihet, edhe një pjesë e madhe e artikujve, e kanë do më vlerësohen edhe me Bitcoin, atëherë themi se është njësi monetare. Përderisa është njësi monetare, atëherë e merr dispozitën sheriatike sikur se monedhat e tjera, sikur se monedhat e argjendit, edhe tarit, sikur se monedhat e letrës që i kemi. Sepse kur janë zbulu monedhat, kartë monedhat që i kemi sot, gjithashtu është diskutu për i djetarëve islam se a lejohet apo nuk lejohet, për arsye se deri një kohë kanë qenë monedhat e arit dhe argjendit, të cilat kanë qenë vlera reale. Ndërsa kartë monedhat ose monedhat e letrës nuk kanë qenë vlera reale, por kanë qenë përfaqësim e disa vlera derisa është bë vlerë në veti. Mirë. Edhe më herët është diskutu për kriptot. Se janë vlera reale apo nuk janë vlera reale, a përfaqësojnë diçka së përfaqësojnë, mirë, po sot janë në vlera në treg, janë të pavarura prej çdo monedhe tjetër. Nuk janë të lidhura me asnjë monedhë. On thjesht e kanë marrë forcën e vet, e kanë marrë fuqinë e vet, janë njësi monetare, paguhet me to, shitet me to, e kanë vlerën në treg që shiten edhe blehen e kështu me radhë, dhe si të tilla i trajtojmë si monedha. Mirë. Tash vim edhe themi se a lejohet me shit me tu, edhe a lejohet me ble me tu. Po para se me ardhe deri te kjo, themi se Imam Maliku e ka një shpjegim interesant sa i përket vlerave monetare, për arsye se gjatë historisë, edhe në historinë islame, të thonë, ka ndru vlera monetare, ose janë ndalë në treg vlera monetare të ndryshme që s'kanë qenë të kalumen. Ndërsa Imam Maliku e përmend, thot, nëse njerëzit e bojnë vlerë monetare likurën. Likura ka vlerë, dihet, është madh. Mirë, po nëse e bojnë vlerë monetare likurën, shesin me lëkurë dhe blenë me lëkurë. Për shembull, një artikull që ka lëkura, një tjetër që ka lëkura. Thotë, nëse blenë me ta dhe shesin, atëherë lëkura bëhet vlerë monetare. Për arsye se shitet dhe blehet me ta në treg. Dhe këtë mendim të Imam Malikut e përforcon edhe Ibn Taymija Sheikhul Islami, e i jep një shtytje të fortë dhe një shpjegim të bukur, ku thotë se dinari edhe dirhami që kanë qenë tarit edhe të argjendit, nuk është që janë, domethënë janë të tillë pse është tari dhe argjend, mirë, po pse janë shndruar në monedha, njësi monetare, edhe monedha me cilat është blerë dhe është shit. Edhe për ata e kanë marrë këtë vlerë që e kanë. Domethënë, arit dhe argjendit nuk është që shariati i ka caktu vlerën mirë, po domethënë njerëzit me traditën e tyre, sepse shariati kur ka ardhur, domethënë kur ka zbrit Islami, i ka gjetë njerëzit që kanë shitë dhe kanë ble me are me argjend. Mirë, domethënë si njësi monetare. Nuk e ka dhënë këtë vlerë pse është ari dhe argjend, mirë, po domethënë nuk e ka bën njësi monetare pse është ari dhe argjend, mirë, po pse njerëzit e kanë pas në treg ato dhe kanë qarkulluar me to, kanë shitë dhe kanë ble. Kështu që gjithçka që mund të thotë Sheikhul Islami si shpjegimi fjalës së Imam Malikut, gjithçka që shndrohet në vlerë monetare, që shitet dhe blehet, shariati ja jep të njëjtin trajtim edhe tretman sikur se arit edhe argjendit. Dhe sipas saj del që kriptovalutat ose monedhat elektronike trajtohen si vlera monetare, trajtohen si pare, edhe pse nuk prejke, nuk janë fizike, mirë po ato janë të qasshme, është e ditur mënyra e prodhimit të tyre, pastaj vlera e tyre, edhe pse zbret vlera edhe ngritet, mirë po kjo ndodh edhe me gjitha valutat e tjera, varësisht domethënë prej lëvizjes së tregut, domethënë kemi edhe lëvizjen, kemi inflacionin e monedhave të ndryshme.